Po ashtu dëshiroj me ju informu se në bashkë të informatav tash me një pjesë i kemi edhe zyrtare nga KQZ, po sidomos nga komisioner tonë dhe shtafet tona komunale. Pra Aleanca ka shënue një fitore për quj historike, për faktin se ka një fitore ma bince në komunat ku ka qeveris. Në Soharek kemi pra një fitore bince, Balimo Aremaj, në Rahovec, fitore bince Smajl Latifi, në Gjakov, fitore bince Ardian Gjini, në Dëqan, fitore bince Bashkim Ramosaj, dhe në Klin, fitore bince Profesor Zenun Elezi. Po ashtu ekziston mundësia, pra që gara në Jonik të vazhdon edhe në randin e dytë, ku mund të garojmë. Ne kemi garue në 25 komuna me kandidat për kryetar, edhe në 28 komuna për asamble, kemi informata për rritje pra të votës për Aleancën, edhe në komuna tjera edhe për asamble, po këto dana nuk do të nxitohemi tani, me qenë se, sikur se edhimi, janë në procesim e shi për votat edhe presim rezultatin final.